podcast në podcastin Univlora. Sot kemi një mysafire speciale. Ajo është Melejze, një studente shkëlqyer që për pak muaj do të diplomohet në degën e financës. Sot do të flasim për udhëtimin e saj, për sfidat që ka asur gjatë këtij rrugtimi dhe përse beson se nuk është kur vonë për të pasur sukses në atë që duam të arrijë. Melejze, mirë se erdhe në podcastin Univlora. Mirë se ju gjeta. Është kënaqësi për mua dhe privilegj që të jem e ftuar sot në podcastin tuaj për të dhënë sadopak nga eksperienca ime. Ndoshta të jem edhe si një model Frymëzim për të tjerë. Për të gjithë studentët e tjerë. Do doja ta nisja ndoshta me një pyetje klishe për të gjithë studentët, por në veçantë për ty. Çfarë të motivoi që pikërisht të studioje në degën financë në Universitetin e Vlorës dhe mbi të gjitha në moshën që ti je krahasuar edhe me studentët e tjerë 18-20 vjeçar? Financa ka qenë një ndërhershme imja, por që në fakt nuk pata mundësinë ta realizoja atëherë dhe realizova tani. Por dhe për më tepër në Universitetin e Vlorës e pash si një mundësi dhe si një zgjedhje dhe zgjidhje gjithashtu, pasi e kisha afër vendbanimit tim dhe kosto do të ishin më të ulta. Dhe sigurisht që mësimdhënia është njësoj si në universitetet e tjera. Edhe pse ju vini çdo ditë nga Fierja, apo jo? Sigurisht që unë vija çdo ditë sepse që të mësosh dhe të dalësh një student i mirë, ti duhet patjetër që të ndjekësh leksionet, seminaret, sepse çdo ditë që ti mund të jesh në mungesë është deficiencë për ty në mësimdhënie. Dhe është shumë e rëndësishme pjesëmarrja në leksione. Ju jeni nënë, jeni bashkëshorte. Patjetër unë e përfshi edhe pjesën e rrugëtimit të përditshëm nga Fieri në Vlorë për frekuentimin në leksione. Por si lindi dëshira që ju, pavarësisht moshës dhe preokupimeve familjare, të jeni studente e Universitetit Vlorës? Siç e thash, shkollimi ka qenë një ëndër e imja. Dhe unë nuk mund ta lija ëndrrën time të flinte për gjithmonë. Dhe mendova ta zgjoja një ditë dhe ta zgjoja fuqishëm me gjithë përgjegjësitë që mund të ketë një i rritur, që unë mendoj që janë akoma më të mëdha se sa një student 20 vjeçar. Unë nuk do t'ja falja kur vetes që të bëja këtë sakrificë, që unë sigurisht që kam lënë pak pas dore familjen, fëmijët, ato detyrimet e mia si nën, për të përkushtuar studimeve, në fakt unë nuk e kisha synim të dilja ekselente, por unë e kisha synim që të mësoja me gjithë forcën time, me gjithë fuqinë time, që t'ja vlente ajo që unë po bëja. Sa ka ndikuar mosha jote në përditshmëri pranë studentëve 18-20 vjeçar? A ka qenë paragjykuese? Fillimisht, me thënë të drejtën, ka qenë shumë e vështirë. Ka qenë e vështirë sepse pothuajse të gjithë studentët ishin 20 vjeçar. Dhe unë isha ajo pak më e madhja dhe pothuajse isha në moshën e mamas së tyre. Dhe ndoshta ata më shikonin me atë syrin që po kjo çfarë do. Dhe ata kishin gjithë të drejtën, sepse ashtu e gjykonin dhe ata nuk kishin kaluar në rrugën ku kisha kaluar unë. Ata ndoshta nuk më mirë kuptonin, por unë i mirë kuptoja. Edhe nëse Melisa, bashkëpunues dhe motivues kanë qenë pedagogët e Fakultetit e Ekonomisë. Unë jo se jam në podcastin e Univlorës, por kam një vlerësim të jashtëzakonshëm dhe duhet t'u them faleminderit të gjithëve, pasi kanë qenë shumë dashamirës, kanë qenë shumë mbështetës dhe shumë përkrahas të iniciativës time, sepse një pedagog i mirë arrin ta dallojë dhe ta kuptojë vullnetin e një studenti, dëshirën e një studenti dhe nuk e stopon, por e motivon dhe e nxit që të arrijë aty ku do, madje mua më ka nxitur që të kaloj dhe përtej pritshmërive. Fillimisht e kam pas të vështirë, të them të drejtën, kur shikoja pedagogë që ishin më të vegjël se mua në moshë. Dhe ndoshta mendoja që unë mund të kisha qenë në vendin e tyre. Dhe kisha një përplasje mendimesh dhe emocionesh me veten time të asaj që isha në atë moment, një studente, dhe asaj që do doja të isha apo mund të isha. Por unë nuk e kam marrë këtë gjë në anën negative apo xhelozi, por unë i kam parë pedagogët edhe atë që ka qenë në një moshë shumë të vogël e kam pas
shkaktuar si një model, si një frymëzim që unë mund t'ja dal, të jem diku edhe unë. Cila është lënda jote e preferuar? Nuk mund t'i ndaj dot, po se di. Do me thënë, për mua janë të gjitha njësoj, u jam përkushtuar të gjithave njësoj. Nuk e di. Cili ishte pedagogu më motivues? Nuk dua të bëj dallime, sepse kanë qenë kush më shumë dhe kush më pak në mënyrën e tyre midis 9-s dhe 10-s. Kaq. Okay. Nga 10 o 10-at. Gëzohem që dëgjoj këtë gjë, por jam shumë kurioze, Meli. Si nënë, si bashkëshorte, me shqetësimet familjare që ne i dim shumë mirë, si arrin ti ta menaxhosh kohën, frekuentimin këtu çdo ditë pothuajse në Vlorë, dhe ndërkohë ti edhe me një detyrë të re, apo jo? Po, unë kam filluar punë si specialiste finance në drejtorinë tatimore në Fier, dhe sigurisht që si punonjëse e re, unë kam vështirësitë e mia. Por të them të drejtën, familja më ka ndihmuar jashtë mase. Unë sa ndonjëherë ndihem si në faj, sikur i kam lënë pak pas dore, me të drejtën. Por ata nuk më kanë lënë të kuptoj që unë i kam lënë pas dore, po më kanë lënë që të kuptoj dhe më kanë motivuar që shiko se ti Adel, mos u mërzit, mos u bëj, dhe këto vështirësitë e vogla do t'i kalojmë së bashku. Sinqerisht nuk e kam pritur. Nuk e kam pritur pasi ne dim se si janë familjet shqiptare dhe të fillosh shkollën, në atë moshë e kam filluar unë, pasi unë e kam filluar që me gjimnazin, kam gati 9 vite shkollim, kam bërë dhe shkollën e mesme me kohë të shkurtuar në Fier, pas shkollës së mesme direkt kam ardhur në Universitetin e Vlorës ku kam studiuar bachelor për kontabilitet dhe mbas bachelorit jam në master shkencor për financë. A kjo ndalesë për shkak të asaj që ju u bët nënë në një moshë shumë të re? Po, unë zgjodha familjen të bëhesha nën, të rrisja fëmijët dhe mendoj se kam bërë gjën e dur, sepse edhe tani atë që do kisha bërë atëherë e bëra tani. Ti sa po the fjalët më të mira për stafin pedagogjik, për stafin akademik. Po në lidhje me etikën e komunikimit dhe patjetër edhe me atë profesionale. Është shumë e rëndësishme, është një ndër shtyllat themelore etika jo vetëm në këtë institucion akademik, por në çdo institucion, edhe në marrëdhëniet me njëri tjetrin. Sa e rëndësishme ose si e ke parë ti, Meli, si një grua më e madhe në moshë nga studentët e tjerë, dhe sa motivuese është ajo për të gjithë studentët e rinj? Një pedagog i mirë, siç e thash në fillim, sepse ai ka trajnime të dura, ka formimin e dur dhe di t'i përshtatet studentit. Problemi është te studentët, te mënyra e komunikimit të studentëve me pedagogët. Ka pasur raste që lë për të dëshiruar. Meli, duhet të ndalem pak tek mbështetja për studentët gjatë ciklit të studimeve, në rrjedhën e pyetjes parë. A ofrohen mbështetje dhe këshillim individual nga pedagogët për studentët që kanë nevojë në projekte, në Erasmus, në mini projekte, në punë kërkimore? Ti ke qenë e përfshirë personalisht në një prej projekteve që Fakulteti i Ekonomisë prodhon në mënyrë të vazhdueshme? Po, sigurisht që kam qenë pjesë e një projekti të startupeve. Dhe arritëm deri në fazën përfundimtare, pavarësisht tani një do zgjidhet, nuk do zgjidhemi të gjithë, por që ishte eksperiencë e bukur, ama nuk përfshiva, jo vetëm unë, por shumë student. Kam dëgjuar edhe për studentë të tjerë që përfshihen në Erasmus dhe madje pedagogët vinë her pas here. Shiko, thotë se ka dalë një njoftim i ri, edhe në projektet lëndore ne jemi futur për të bërë kërkimet tona. Nuk ka qenë një kërkim i mirëfillt, me të dhëna dytësore sigurisht, por që ajo është ndihmë për të ardhmen dhe për në tregun e punës. Unë edhe nëse më duhet një informacion, di se ku ta kërkoj, di ku mund të drejtohem. Sa të ka ndihmuar kjo në detyrën e re që ti ke marrë si specialiste e financës? Shiko, se puna me shkollimin ka një ndarje midis tyre, po kanë një ndarje të vogël, por kanë një bashkim shumë të madh me njëra tjetrën, një ndërthurje. Kanë një ndarje për arsyen e praktikës më tepër, sepse në punë ti ke disa përgjegjësi që nuk i ke mësuar në shkollë. Por ti ama në shkollë ke marrë bazat,
ti ke marrë se si duhet të veprosh në këtë situatë apo në atë situatë. Do të qoftë në organizat në bashkëveprimin midis punonjësve, qoftë në situata të vështira që të jep pozicioni i punës, qoftë dhe në çdo situatë të vështirë që mund të hasësh. Po në lidhje me kontabilitetin që më përmendë pak më parë. Me kontabilitetin, doja të tregoja një gjë reale. Kur unë kam zgjedhur të studioj kontabilitet, e dija që kishte lidhje me financën, e dija që kishte lidhje me mbajtjen e llogarive, po kaq. Dija një gjë shumë të thjeshtë, nuk e dija që kontabiliteti ishte një gjuhë e re. Ishte si të mësoje një gjuhë nga e para. Unë kështu e vlerësoj kontabilitetin. Ishte pak i vështirë, se nuk mund të them që ishte, por unë kam arritur të punoj dhe duke i ndjekur ato leksionet hap pas hapi, atë që thash që është shumë e rëndësishme, dhe ato seminaret e pedagogëve që ishin dhe online, edhe kur kisha nevojë unë pyesja pedagogët, më ndihmonin, mbaja shënimet e mia dhe e kapa që në fillim logjikën e kontabilitetit dhe pastaj hap pas hapi e perfeksionova. Tani njerëz perfekt nuk ka dhe për të shkolluar ne do të shkollohemi gjithë jetën. Gjithmonë do ketë momente që ti do kesh nevojë për diçka, për të lexuar apo për të mësuar. Por mendoj se unë ja arrita fal shkollimit në Universitetin e Vlorës. A ke ëndra të tjera për të realizuar? Sigurisht, ëndra çdo njeri ka. Por mirë është investimin në akademik. Po, e kuptoj. Unë kam shumë dëshira të brendshme, por nuk dua t'i shpreh pa e realizuar ato. Dhe unë mendoj që ta vazhdoj studimin, sepse siç thash, njeriu ka nevojë të studiojë deri në momentin e fundit të jetës së tij. Të paktën për mua kështu është. Është shumë e rëndësishme Laiza kjo pyetje që çfarë do të dëshironit që Universiteti i Vlorës e në veçanti Departamenti i Financës, por edhe i gjithë Fakulteti i Ekonomisë të përmirësoj, qoftë në cilësinë e mësimdhënies, qoftë në përfshirjen e projekteve, por mbi të gjitha në mbështetjen e studentëve. Duke qenë se unë tani jam e punësuar dhe duke parë vështirësitë që ka të mësimit për mua, për shembull që punoj për herë të parë, do doja që të kishte shumë praktik. Gjatë studimeve të mia, në bachelor nuk ka pasur praktik, por tani është futur si procedurë. Dhe mendoj se ajo do i ndihmoj shumë studentët. Do me thënë unë flas për atë mangësi që kisha unë. Tani unë jam në punë, sigurisht që bëj dhe praktikën, por që has vështirësi. Nëse unë do kisha bërë një praktik në bachelor, do ishte më e thjeshtë. Tani unë nuk jam askush që të bëj... Kjo është pjesë e kurikulës, patjetër, po, unë nuk jam askush që të bëj kurikulën, por mendoj që duhet të ketë më shumë praktik. Edhe pse renditesh në studentet ekselente dhe fakti që ti tashmë je në një detyrë të re, ti po ndjen vështirësinë e teorisë me praktikën. Po, është e vështirë. Është e vështirë sepse unë i kam konceptet, e kam logjikën e punës, i kam të gjitha, do me thënë, ato çka kam mësuar në libra dhe në leksione, por nëse ti nuk i shikon ato të ushtruara në praktik, është e pamundur. Për pak muaj, maturantët do të zgjedhin degën ku do të studiojnë, që do të jetë profesioni i jetës së tyre. Cili është mesazhi yt për ta? Përse duhet ata të zgjedhin Universitetin Ismail Qemali? Ata duhet të zgjedhin Universitetin Ismail Qemali për arsye sepse ka një staf të zgjedhur pedagogjik, të jep shumë mundësi punësimi, dhe unë jam rasti konkret, të zhvillon aftësitë e tua, të drejton atje në rrugën e duhur ku ti je aftë dhe e prirur për të bërë mirë atë që do ti të bësh. Dhe të jep udhëzimin e duhur që shiko, ti je prirur për këtë gjë dhe bëje këtë gjë, sepse ti këtë mund ta bësh shumë mirë.
Kam librin tënd, Gjurmët e kohës, dhe do doja të lexoja vetëm pjesën e parë që shkruaj sepse ndjenjat e mia ngjyrosen me jetë përballë letrës dhe lapsit. Shkruaj sepse mund të shpreh atë që më gëzon apo më mundon, pa pasur frikën e syve që mund të më shohin shtrembër. Shkruaj sepse më pëlqen të lundroj në detin e kujtimeve dhe në hapësirën pafund të lumturisë. Shkruaj për veten, por edhe për ty që, kur të më lexosh, të gjesh veten dhe të kuptosh që në këtë botë rastësia është mbreti i botës, por ngjashmëria zotëron botën. Shkruaj sepse më pëlqen. Kujt ja dedikon këtë libër, Meli? Në fakt, këtë libër unë e kam bërë vërtet për të shprehur emocionet e mia dhe ndjenjat e mia. Vërtet atë që mua më mundonte dhe mua atë që më gëzonte, sepse jemi njerëz dhe të gjithë kemi trishtimet tona dhe lumturitë tona. Në këtë botë jo të gjithë janë njësoj. Dhe të gjesh një njeri që ty të kupton më së miri është fat dhe është shans. Unë jo se nuk kam pasur, unë kam pasur njerëz pranë vetes që më kanë kuptuar, më kanë mirë kuptuar, që unë kam shprehur gjitha dëshirat, gëzimet e mia, i kam ndarë trishtimet dhe kam gjetur rrugën e dur për t'ia dalë. Por unë e kam, siç e thash, për atë që më lexon, të kuptoj që në këtë botë ti do hasësh shumë vështirësi. Dhe nuk do jesh i mirëpritur në çdo vend. Dhe për të mos qenë i mirëpritur dhe për mos të qenë i dashur për të gjithë, nuk është se është problemi yt. Është problemi të tjerëve. Dhe unë këtë kam dashur të them me librin. Ne duhet të pranojmë veten ashtu siç jemi. Ne duhet të luftojmë për veten tonë, pa pritur që të tjerët të luftojnë për ne apo të na mirë kuptojnë neve. Nëse unë nuk luftoj për veten time, nuk pres që të luftojë njëri për mua. Dhe të tjerët duhet të luftojnë për veten e tyre që të arrijnë atje ku duan. Sigurisht, edhe të mundohen, edhe të sakrifikojnë, edhe të lodhen, për të qenë të lumtur. Unë jam e lumtur që ti ke realizuar ëndrrën tënde më të bukur, plotësimin e vetes tënde. Por jam e sigurt që edhe familja jote, bashkëshorti, prindrit dhe fëmijët në veçanti janë shumë krenar për ty. Por jam e sigurt që jemi dhe krenar që ti je një ndër studentet ekselente, edhe pse pak në moshë, nuk dua të paragjykoj, por je një frymëzim për të gjithë të tjerët dhe që duhet të sakrifikojnë, siç e the ti, Meli, edhe duhet të plotësojnë ëndrat e tyre edhe pse pak të lënë në sirtar. Faleminderit që ishe sot. Faleminderit juve dhe unë nuk mund ta mbyll pa falenderuar familjen time, që kanë qenë të dyja shpatullat e mia, jo njëra shpatull, po të dyja shpatullat e mia dhe kanë qenë mbështetja ime më e madhe. I përqafoj fort dhe ju them ju dua shumë suksese. Faleminderit.